unë për të bërë, edhe nga brenda, edhe nga jashtë. Do t'i konvenonin PD-s zgjedhjet e reja? Shikoni tani është e parëndësishme kujt i konvenojnë e kujt si konvenojnë. Nëse duhet me shku në zgjedhje, ne shkojmë në zgjedhje edhe nuk e diskutojmë fare atë çështje. Unë personalisht kam një mendim se çfarë do të mund prodhonin zgjedhjet në një periudhë kur ne s'kemi bërë asgjë. Si do të gjykonin njerëzit për gjithë neve pa dallim, të cilën do parti i kanë votuar gjitha subjekte politike për të pasur institucione të reja. Po, e kuptueshme. Qoftë qeveri. E kuptueshme, por ja tani s'po ndodh për arsye të shumta dhe po shkojmë në zgjedhje mas një periudhe të shkurt kur ne s'kemi prodhuar asgjë, s'kemi bërë asgjë, s'kemi punuar asgjë, nuk kemi parë asnjë program qeveritor, nuk kemi pas as ligje të reja. Çfarë do të ndryshojë në kontekstin e diskutimit me qytetarët, premtimeve dhe çfarë do qoftë tjetër. Po gjithsesi, nëse kjo do të jetë rrugdalja vetme nga ky ngërç, domethënë ne duhet të ecim përpara, qoftë edhe nëse shkojmë në zgjedhje. Si e keni parë këtë heshtje të zotit Kurti, nuk flet para mediave për këtë situatë bllokuese që ndodh në Kuvendin e Kosovës? Është interesant, nuk e bën vetëm tani. Në fakt zotri Kurti me kohë hesht para medjave ose lëshon një fjalë tek e tuk në disa media si ta them lokale dhe e bën qëllimshëm për të provokuar, por ai është prezent çdo ditë në secilin medium sepse gjithë debatet sillen rreth asaj se çfarë ai bën ose nuk bën, kështu që ai është prezent edhe nëse s'flet asnjëherë. Derisa nuk flet për krizën në Kuvendin e Kosovës, sonte ka folur zoti Kurti për Eurosongun, festivalin evropian, zonja Hoxha. Duke ditur edhe të kaluarën tuaj si artiste këngëtare, Kurti shkruan kështu: zjerën në Eurovision, të dashur vëllezër e motra shqiptar kudo që jeni, votoni për shkodrën elektronike, vazhdo me shndrit. Shikoni, unë... A zjetër kohë zoti Kurti për Eurosongun? Në fakt ai po gjen kohë për gjithë shka veç për punët e veta që ja kanë besu votën njerëzit në Kosovë nuk po gjen. Gjithsesi, unë jam që çdo njeri, domethënë që është fan